Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje. Sot kam e gatur diçka tjetër për juve, një supë me brokoli, apet e gjelbërt, po mendoj që do të ishte shumë mirë nëse krejt për neve e kemi shprehim me pi supa edhe gjatë ditës së verës. E kuptoj arsyen që është nxehtë edhe ndoshta fitoj me pi supa për shkak të nxehtësisë, jemi të koncentruar shumë nga sallatat, por organizmi jonë bashkë për shkak të nxehtësisë ka nevojë edhe për supa. Për këtë arsye është një prej supave ndoshta që unë e preferoj shumë. I ka vitaminat e duhura gjatë ditës edhe është e mirë edhe për ata që dojnë me humb peshë, edhe është njëkohësisht edhe përpos që është e shnetshme, është shumë e shijshme. Kështu që po fillojmë. Marrim ujin. Qesim një patate. Edhe e pakës krip. Edhe e lojmë muzi. Pasi që të zihet patatja pak, ja shtojmë brokolin. Për arsye që mu zi ma lehtë edhe mos më nxon shumë ven, e prejmë copa, pak ma vogla. Brokoli nuk ka nevojë shumë mu zi, 2 deri në 3 minuta. Përsa ata e qisim në fund. Kjo më zy në fund për servim, po e bojmë gati. Besoj që jemi afër. Tash qesim pak përzierje të mëdhmesave. Tash janë zi. Pasi që të zihen, duhet mi blu. Patatën e qes për arsye që nëse e bojmë vetëm uje, nëse zim vetëm uje me ndonjë prej perimeve që kemi qef me bo supën, për shembull këtë rast me brokoli, atëherë bëhet ma e hollë edhe nuk e ka shijen si që kanë krem supa tjera. Patatja është shumë e mirë sepse jo vetë që jap vitamina, po edhe na lehtëson punën sepse e bën supën pak ma të trosh, edhe në këtë rast edhe jap shije edhe bëhet shumë e mirë. Besoj që është gati. Edhe nuk në kam të asgjë tjetër, veç të me servu. Marrim me tvokeko.
Ankanos. Okej, atëherë kjo është paragjella e ditës së sotme. Ju boft mirë dhe faleminderit që na ndjekët, shihemi nesër.